Ukraina është goditur nga një valë e re sulmesh masive, të cilat përfshin raketa hipersonike kruz dhe balistike të lëshuara nga bombardues strategjik njësi toksore dhe anije ruse. Shënjestra të shumta u goditën në rajonet pranë kufirit me Polonin duke çuar në masa të menjëhershme sigurie nga Varshava. Forcat ajrore të Polonisë njoftuan se gjatë natës kryen disa operacione parandaluese brenda hapësirës së tyre ajrore pas alarmit për sulme ruse në drejtim të territorit ukrainas pranë kufiri. Komanda operacionale deklaroi se avionët luftarak u ngritën menjëherë, ndërsa sistemet toksore të mbrojtjes ajrore dhe radarët u vendosën në gatishmëri të plotë. Autoritetet polake vendosën përkohësisht mbylljen e aeroporteve në Rzeszów dhe Lublin për të garantuar lëvizjen e lirë të aviacionit ushtarak. Në Ukrainë sulmet goditën qytetin e Kharkivit në veri të vendit, duke lënë të plagosur 32 persona mes tyre 2 fëmijë. Sipas Ministrisë së Brendshme të Ukrainës, përdorimi masiv i dronëve ndezi disa zjarre në zona të ndryshme të qytetit, ndërsa ekipet e emergjencës punuan gjatë gjithë natës për neutralizimin e tyre. Alarmi nuk u kufizua vetëm në Poloni. Edhe Rumania ngriu avionët luftarak, pasi radarët lokalizuan një dron që hyri rreth 8 kilometra brenda hapësirës ajrore rumune, pranë disa fshatrave në qarkun Tulcea. Objektivi u zhduk disa herë nga radari, përpara se të rishfaqej për rreth 12 minuta në zonën e Galati. Në reagim u ngritën 2 avion Eurofighter të misionit gjerman të kontrollit ajror në Rumani, si dhe 2 avion F-16 të forcave rumune. Autoritetet rumune njoftuan qytetarët në qarqe Tulcea dhe Galati të kërkonin menjëherë strehim ndërsa vijuan monitorimin e situatës. Rumania antare e BE dhe NATO nda një kufi të gjatë për 650 kilometrash me Ukrainën, çka e bën një nga vendet më të ekspozuara ndaj rrezikut të përhapjes së sulmeve ruse përtej kufirit.